Klodi dhe lëndrimi po rinin së bashku në obor, aty ku shpesh ndodhnin bisedat më të sinqerta dhe më plot humor. Ndërsa po flisnin për ditën e tyre dhe për situatat e çuditshme që kishin ndodhur në shtëpi, Klodi nisi ta shikoje lëndrimin me një buzëqeshje lozonjare. Me një ton të butë dhe plot shaka, ai vendosi ta ngacmonte. "Hej lëndrim, mos po të pëlqen shumë që rrin me mua. Se më duket sikur po më jep më shumë vëmendje se të gjithë të tjerëve", tha Klodi duke qeshur lehtë, si për ta provokuar pak. Lëndrimi u kthye nga ai i habitur, por menjëherë e kuptoi që Klodi po bënte humor dhe i u kthye me të njëjtën ironi. "Po ti vetë je ai që më kërkon gjithë kohës. Mos po të pëlqen ndoshta ty më shumë", tha ai me një buzëqeshje të gjerë. Duke e kthyer ngacmimin mbrapsht, të dy qeshën dhe për një moment u krijua ajo atmosferë ngrohtë që vetëm ata dy dinin ta krijonin. Ishte e qartë se kishin një kimi të veçantë shoqërore dhe banorët e tjerë e kishin vënë re shpeshherë. Klodi shtoi përsëri me humor, "Ha ha ha, e dije që s'do e mohoje. Po më duket se ne të dy e kemi një lloj pëlqimi për njëri tjetrin, të paktën në mënyrën si merremi vesh." Lëndrimi qeshi edhe më shumë dhe i tha, "Shiko mos e bëj shumë të madhe tani. Por po, pranoj që të pëlqej si njeri, se s'do rria gjithë ditën me ty po të mos më pëlqente shoqëria jote." Ngacmimet vazhduan me të qeshura, ndërsa banorët përreth i shikonin me buzëqeshje, duke thënë se vetëm Klodi dhe lëndrimi arrinin të krijonin një energji kaq të veçantë dhe të lehtë në shtëpi.